te besimtarët, linda e dëshira qysh me mujt me përjetu edhe na hijretin, qysh me mujt me apliku edhe na hijretin. Duke qenë se pasi që na ofru siguria dhe komoditeti, pasi ndodhi çlirimi, s'ka hijret, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë na tregon se ka mundësi njeriu me bë veprime, me realizu projekte në të cilat mundet me arrit vlerën edhe të atij i cili ka bë hijret. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el muhajiru men hajara ma naha Allahu anhu. Muhajir i vërtet, me kuptimin më të mirë të fjalës, është ai person i cili e braktis atë që Allahu i madhruar e ka ndalu. Ai i cili e ka ndalu, ai i cili e braktis të ndaluarën, të keqen, të ligën, çai është muhajiri i vërtet, edhe krejt ato shpërblime, ato vlera që fliten dikund, ose janë përgatit dikund, ose janë premtu dikund për një muhajir të mirëfill, i takojnë edhe këtij. Pse? Për arsye se në fillim thamë, hijreti është braktisje, është zhvendosje.